Pas mbarimit të sezonit veror, Inspektorati Komunal i Komunës së Gostivarit për ditët në vijim ka paralajmëruar aksione kontrolluese në lokale të ndryshme, të cilat gjatë verës kanë shfrytzuar teraca verore. Nazmi Jusufi, krye-inspektor në Inspektoratin Komunal, thotë se ky aksion ka për qëllim të tërheqë vëmendjen e pronarëve të lokaleve, të i paguajnë detyrimet që kanë ndaj komunës për shfrytëzimin e teracave verore dhe vetëdijsimin e tyre për të respektuar obligimet e marra. Sipas Jusufit, nuk përjashtojnë as edhe ndëshkimet ligjore për gjithë ata persona fizike e juridik, të cilët do të refuzojnë të kryejnë obligimet që kanë ndaj komunës së Gostivarit. Gjatë kësaj jave kemi edhe një aksion në bashkëpunim me inspektorët e tregut në lidhje me përfundimin e sezonit të shfrytëzimit të terasave. Të gjithë ato personat të cilët nuk e kanë shlyerë borxhin apo obligimin që kanë ndaj komunës, janë të obliguar që ta shlyejnë borxhin. Në të kundërtën do të ndërmirën masa konform ligjit me bllokim xhirollogarisë ose në një farë mënyrë do të ndeshkojnë. Inspektorati Komunal këtë aksion kontrollues do ta kryejë në koordinim edhe me organet e tjera gjetse.